Të nderuar shok miq dashamirë, familjar, të nderuar bashkëdhetar kudo që jetoni dhe veproni, uroj ta keni një ditë mirë, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka e mirë, forca energjisë pozitive që përcjell çdo hap të jetës. Po ju lajmërojmë këtu nga vendi i shejt, këtu nga biblioteka kombëtare, nga vendi i ndriçimit, është një vizionimi që më ka përcjell që nga fëmijëria. Nuk ka pas njeri në botë që e kum taku që ka pas nevojë për ndihmë, vullnetarisht nuk e ndihmu, po gjithë ata që i kum ndihmu, mas shumë të populli më ka keq trajtu, edhe unë kam pas një problem, më ron depresion, po kam gjetë forcën ja fal gjithëve. Prandaj i lutem Zotit na i fal gabimet ne armiqve dhe kundërshtarëve tanë, i lutem çdo njeriu që pa vetdijen time kum muni keq apo kam keq trajtu, ju lutem ju që të njëjtën lutje ta bëni, t'ja merrni hallallin njëri tjetrit, ta gjejmë forcën e faljes dhe me kuptimit, pajtimit dhe bashkëpunimit për të mirën e gjithë njerëzimit. Unë këtu kam paraqitë edhe kam shkruar librin Kodi i Lirë dhe është shkruar libri i ri, që parashe që këtu më bo unoza energjisë pozitive, me startu 1 miliard euro nga qeveria që do të formohet me investu, 200 milion në këtë vend, 200 milion euro në prekaz, këtë thirrje e kom bo edhe Lulit, djalit Adem Jasharit, edhe vëllezërve Geci, po edhe gjitha partive politike, 200 milion llape në Gollak, 200 milion në nonën e Ana Moravës, që ta gjejmë forcën për zhvillimin e bioturizmit, që mos mbetet njeri pa tanat garantume, pa pas mundësi me punu, me gjallënu njëri tjetrin me ndihmu, Fondin Global të Energjisë Pozitive ta bëjmë. Këtu është plani urbanistik për unazën e energjisë pozitive, që nga Arbëria deri në lagjin Kodradillit bëhet një shëtitore, të bëhet një vend kalim për turista, këtu të bëhet 4 kat e poshtë, bëhet edhe urbani që do të përcjell deri në aeroport për këtuhit, edhe ta gjejmë forcën që mos bën investime kockoti, po të keqen e të mirën ta ndryshojmë, pastrojmë apo luftojmë, po dhe të vjetrin me të rinë ta zaventojmë, të edhe kishën që është këtu mrapa me jo ta rrëcojmë me dhunë, po me vullnet edhe të popullit ortodoks serb, edhe të popullit ortodoks shqiptar, po të bëhet një qendër turistike, meditative, që botat na viziton, sikur çdo besim që ka ardhur në kohën e duhur, edhe ky besim ka ardhur, i ka 7 rregulla. Rregulla e parë është çdo njeri duhet mu mësu, me ushtru, na me përgatitë një infrastrukturë, me ju ndihmu, që me vetvete me punu, të keqen e të mirë si me ndryshu, pastru apo luftu, edhe të vjetrin me mësi me ndryshu. Pra secili njeri mu mësu me vete me punu. Rregulla e dytë është që njerëzit mu mësu 3 ditë me vetveten me punu, me dhon vetë llogaridhënie çka kanë punu, çka kanë bë mirë, sa kanë fal, sa kanë bë mirë, që me hjek hasmërinë, me hjek idhnimin mes veti dhe me gjithë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit. Nën 3 është rregull që çdo besimtar dhe i besueshëm, qeveritar, deputet, njëherë njëtë me dhonë llogaridhënie ku kam punu, po edhe në shtëpiat e Zotit, si në xhamia, si në kisha, mu bu dialogu bashkëkohor, qa me punu, qysh me njëri tjetrin me ndihmu, po edhe në shkolla, edhe në institucione, edhe në punë, edhe kudo, njëherë njëtë mu bisedu, what can we do, si mundem njëri tjetër jetën dhe vdekjen me lehtësu. Rregulla e 4 është logo energjisë pozitive. Logo energjisë pozitive do thotë është zemra, me 7 rama që do të dashuri, paqe, mirësi për çdo njeri në 7 kontinente, është sistema energjisë pozitive, që synojmë me këto për një qershori dhe ministrin e qershor vetveten me sfidu, kudo në botë me manifestu, në ora 12 lutje, meditim për vëdësim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim qytetarëve, që të keqen me mirësi ku do të ndryshojmë Evropën dhe civilizimin nga keqja ta shpëtojmë. Nuk do luftojmë me lufta, se ato ku derdhet gjaku, ato djalli fiton, ato e mira nuk mundet me shku
ka nevojë shoqënia për reforma, ne kemi shku kodin një lirë kushtetutën e mirësisë 13721, që gjithçka lidhet me logjik, gjithçka lidhet me univers, gjithçka lidhet fjalë e urta motivuese, frymëzuese nga gjithë provet, nga gjithë dietar, nga gjithë njerëz që janë marrë me shkencë dhe që kanë dhënë kontribut që qytetare jetën dhe vdekjen ja lehtësu, i kena formulu. Pra, edhe këtu banka botërore energjisë pozitive më bon në atë vendin ku unë përpara kom punu në Elektrokosovë që të lidhe këtu me shëtitorën që do të shkon deri te xhamia atje, po edhe këtu të bëhet diçka për popullin ortodoks, që të ketë edhe populli ortodoks, edhe populli katolik, edhe populli musliman, turista nga gjithë bota këtë vend ta vizitojnë. Unë kam punu në Gjermani, në spitalin ku unë kam punu, ka pas ai shefi, ai pronari, ai aksionari, ai kon njeri vizionar, edhe ja u ka mundësu edhe muslimanëve një vend ku mundën më falë edhe më meditu, me pasru, po edhe krishterëve, po edhe në Gjermani praktikohet regi japonez, në gjitha qytetet, ku do në jo vetëm në Gjermani, po në shumicën e vendeve të zhvilluara, po edhe në Berlin, në klinik, ne jemi të interesuar me bo qendra të rehabilitimit, ku do edhe në Provall, po edhe në Prekaz, po edhe në Bajgor, po edhe në Nanën e Llapit, prej Bajqinës dhe Naton, po edhe kryeqytetin e energjisë pozitive ta bojmë, edhe 7 qendra të energjisë pozitive, qytetet t'i bojmë, t'i iniciojmë edhe në Gjermani, edhe në Amerikë, edhe në Australi, edhe kudo, në Japoni, në Afrikë, po edhe ky vend jonë edhe në Shqipni, 2 vende do të bëhen këtu edhe në Shqipni, sepse këtu është vendi ku unë e kam dizajnu, unë e kam shkru, unë e kam përjetu vendit e çdo qytetari dhe ju mundu gjithmonë më joni mu, edhe veç shpirti më ka kurzu që është me gjithë një formë, një formul, që gjithë njerëzve ku do në botë më joni mu, që të keqen me të mirën të ndryshojmë, pastrojmë, luftojmë, që paqja dhe mirësia në trupin e çdo qytetarit dhe ku do në botë sundoj, që mos mjetet njeri, as fëmijë, as kërkush me vujt, po secili me vetëdijsohet, ndërgjegjësohet, se secili me veten ta motivon, ta frymëzon, që njëri tjetrin ta falim dhe ta ndihmojmë, të pajtohemi dhe të bashkëpunojmë. Edhe njëherë ju lutëm për bashkëpunim, unë juftoj gjithë juve, numri jam i telefoni është 045 441 041, këta mundi pra në Kosovë, me numër të Kosovës, mundi edhe në Viber dhe në Vejsat me në kontaktu, po urojmë që gjejmë bashkëpunim me gjitha partitë politike që beslidhe në shekullit 21 ta organizojmë, që njerëzit mësohen me zemrën dhe shpirtin e vetë komplikojnë, mos ja bojnë këna që s'kan qef me ja bo, edhe ky vend bëhet vend i shajt, ta zhvillojmë bioturizmin, që jetën dhe vdekjen çdo qytetari ku do në botë ja lehtësojmë. Ju faleminderit në mbi kuptim, ju presim me bashkëpunim. Zoti na fal dhe na ndihmo, Zoti na bekoft, Zoti këtë vend shajt ta boft, po kjo varet pe juve. Shpërndani këtë video, që kjo video për cilët shoqëni, nëse i frikoni të keqës, të mirës, e keqja do të vjen, do t'ja qetë nërmen, po uroj që mos bëhet një luftë e tretë botërore, urojmë që ne të jemi ata që edhe Evropën dhe civilizimin ta shpëtojmë, sepse është shekulli 21, është sfida shekullit 21, ka nevojë për reforma edhe në kisha, edhe në xhamia, edhe te shtëpia, dhe secili njeri për veti të reformohet, që ta gjenë forcën mbrana veti, me veten me punu, që njëri tjetrin me dashur dhe me ndihmu që paqja dhe mëshira në jetën e qytetarëve. Ju falenderoj në mirë kuptim, ju presim në bashkëpunim. Ju falenderit.